Mirëmbrëma të gjithëve, Kamza, Tirana, Shqipëria. Quhem Petrit Gjorgje, jam mjek infeksionist në QSUT. Jam edhe antar këshilli i Bashkisë Kamzës, i Partisë Demokratike. Ju përshëndes të gjithëve, ju falenderoj për votimin që më bëhet në listën e hapur të Partisë Demokratike në zgjedhjet e majit. Desha ta nis me arsyet përse duhet protestoj. Unë si Petrit. Emigracioni më ka prekur dhe mua. Më kanë hikur 2 fëmijët, edhe djali dhe vajza. Nipi dhe mbesa flasin jo mirë shqip, flasin shumë pak. Edhe e vetmja përshëndetje është Gjushi, më thonë, Gjushi. Nuk din shqip. Është një këngë popullore shqiptare që thot a ka shpresë në një ditë me ardhë. Dhe këta e thëmë për fëmijët e mi. Dhe e përshëndes profesor Lush Susaj, që i kam shuar shumë dramës shqiptare të emigracionit. Unë jam student i dhjetorit 90-ës edhe e gjithë dëshira dhe dashuria që unë hyra të Partia Demokratike ishte motivi e duam Shqipëri si gjithë Europa. Dhe tani e pyes vetëm përse kaq pas 35 vitesh jemi si në vend numro. Pra nuk kemi arritur Shqipëri si gjithë Europa. Ka shumë arsye. Një nga arsyet përveç emigracionit është edhe pagat e mjekëve. Pra bluzat e bardha për buzën. E di që para 5 vitesh kam pyetur një kosovar, mjek, edhe më tha që ne paguhemi për ditë të zakonshme në shërbime 24 orëshe 100 euro. Të shtunat 150 dhe të djelat 200 euro. Në Shqipëri ka shumë vite që në kohën e profesor Berishës nga 2013 që paguhemi me 20.000 lekë të vjetra në një shërbim 24 orësh. Nuk e di se si do zgjidhet problemi mjekësisë shqiptare me këtë paga dhe si do të ndalojmë hemorragjin e ikjes të mjekëve të ri nga Shqipëria. Pra e pyes veten si do arrijmë, çfarë do bëjmë ne si Parti Demokratike. Dhe unë kërkoj shpresë. E vetmja shpresë është që çdo njeri të thrasë ndërgjegjen e vet. Pra të thrasë ndërgjegjen si do dalim nga kjo gjendje, si do ta ndalojmë hemorragjin e ikjes të rive shtat nga Shqipëria. E vetmja shpresë është të dalim të sheshi, të arrëzojmë Edi Ramën, mundësisht edhe të gërvishtemi pak, jo vetëm të bëjmë numër, sepse nuk ka zgjidhje ndryshe. Pra, më e mundësja do ishte që ne t'i shkojmë deri në Surrel, atje t'i arrestojmë makinat që mos ketë mundësi as t'na heqim makinat, t'i rrim me ditë me javë derisa ta bllokojmë si Gaddafi. Një ditë dëgjova një kuriozitet, një lajm kurios që thoshte në Bangladesh një ish president u dënua me 15 vite burg sepse kishte tjetërsuar pronën e një dylim tokë. Bangladeshi nuk e di që është aq vend i zhvilluar, por që kishte drejtësi. Nëse do gjykohet Edvin Kristaq Drama, nuk e di edhe ferri ose ferri Dante Alighieri në çfarë kati do dhe fuste nën tokë. Pra duam që neve t'ja bëjmë gjyqin ne, me që drejtësia shqiptare nuk po ndikon për t'ja bërë gjyqin. Ju përshëndes gjithëve dhe uroj Po dalë këtu se nuk rri do të me shpin nga demokratët, mirëmbrëma gjithëve. Ju falemderit shumë që keni ardhur, mirëmbrëma doktor Berisha. Unë duhet u falenderoj të gjithëve një për një për kontributin, për qëndrimin tuaj dinjitos, për sakrificën e madhe që keni bërë dhe si rezultati kontributit punës tuaj në zgjedhjet që sa po kemi lanë pas Partia Demokratike këtu në Kamës,
ka qenë fituese. Një falënderim dhe mirënjohje shumë e thellë për gjithë demokratët e Kamzës, për gjithë qytetarët e Kamzës dhe të Paskuqanit. Unë nuk kam parë në sytë e mi, kam parë tek gjithë secili nga ju shpresën përfitore në zgjedhjet e kaluara. Unë kam parë se si ju përballët me një regjim, me manipulimin e votës, me vjedhjen, me një regjim, po kur nuk u thyet, kur nuk u ullët dhe qëndruat dhe si rezultati qëndresës tuaj, ne kemi arrit një fitore. Ju jeni rezistenca e Partisë Demokratike dhe ne ju a kemi borç, Shqipëria ju a ka borç, Sali Berisha, Partia Demokratike ju a ka borç. Sot ne mish përballemi me një regjim. Dhe unë e di shumë mirë se si një familje, një qytetar i Kamzës përballet me padrejtësinë. Unë nuk kuptoj gjithë dhe ju se sa e vështirë, se sa e dhimbshme është kur u largohen fëmijët nga familja dhe janë larguar shumë dhe mu janë larguar për shkak të këtij regjimi. Por amo unë e di shumë mirë se sa trima e guximtar jeni ju, se sa trima dhe se si përballeni dhe për shkak qëndresës tuaj, sot Partia Demokratike është kaq e fortë. Dhe për shkak të Sali Berishës, i cili është një lider që nuk është përkulur. Është një lider i cili është arrestuar, por nuk është përkulur, por kjo ka ndodhur fal jush, se sa do lider i fort tjetë, po nuk qetë ju, nuk mund qëndroj kaq fort. Prandaj falënderimi është i juaj. Unë sa herë vin Kamzë dhe jam këtu me ju, kam një kënaqësi të jashtëzakonshme, sepse u njoh gjithë secilin dhe jam i bindur që si unë e dini dhe ju që ky regjim është shumë i dobët, ka rënë, por kjo nuk do të thotë se ai ikën vetë, atë duhet ta largojmë ne. Ata do ta largojmë ne. Ai ka rënë, po nuk e lën banditët, nuk e lën ata që kanë vënë atje, nuk e lë korrupsioni për t'u larguar, por ne do ta largojmë dhe unë kam bindjen e plot që viti 2026 do të jetë viti i fitores Partisë Demokratike. Do të jetë viti i largimit të këtyre hajdutëve. Do të jetë viti i kthimit të rinisë shqiptare, i demokratëve dhe gjithë shqiptarëve në Shqipëri. Shqipëria është e jona, ne do t'i largojmë të hajdut që na vjedhin për ditë. Prandaj, ju bëj thirrje me datën 10 të gjithë, pa dallim feje, krajine, ideje, pa dallim bindjesh, çdo qytetar i Kamzës, Paskuqanit dhe gjithë Shqipërisë ta mushim sheshin. T'i largojmë këta hajdut dhe ne do t'i largojmë bashkë. Shumë faleminderit. Faleminderit që dhe. Kalëm të zotëria atje. Mirëmbrëma. Përshëndetje doktor Sali Berisha, mirëmbrëma banorët Paskuqanit dhe të Kamzës. Unë jam Aziz Doçi. Prej 9 vitesh merr me fëmijët me aftësi të kufizuar. Një nga traumat më të mëdha të vjeçarit fundit. Gjatë kësaj kohe kam punuar me fëmijë dhe kur punoj aty ndihem fatlum, jo për faktin sepse do bëhem i pasur, po sepse do të bëj një fëmijë shumë të lumtur. Do të bëj një fëmijë që të ecë përpara për ditë. Po kam pasur dhe shumë barriera. Sot, të paktën 12 vite të qeverisës Partisë Socialiste, nuk kam gjetur një moment caktuar, një buxhet zëm vete për persona dhe për fëmijët me aftësi të kufizuar. Zoti Berisha, nëse nesër, inshallah me kismet Zotit do ikin poshtë këta, cila do të jetë platforma jote për mirëqeverisjen dhe për arsimin gjithëpërfshirë special për fëmijët me aftësi të kufizuar. Pyetja 2. A do të ketë një agjenci në vete që kjo target group të ketë përfaqësimin e tyre të prindërimit? Pse e them këtë gjë? Të paktën në Shqipëri mund të kemi të paktën mbi 8.000 prindër që sot quhen të papaguar.
kam fatin me ligjvënësen Jorida Tabaku, po përpiqemi ta çojmë në një draft projekt në Parlamentin Shqiptar që këtyre prindërve me aftësi të kufizuar t'u njihen vite pune për atë sfidë të jetës që ata në përditshmërinë e vet do kenë. Nëse më lejoni, njëherë ju falenderoj gjithëve juve qendrëstarëve, falenderoj në mënyrë të veçantë gjithë rrithën e lusët që marrin përsipër me gjithë Sali Berishën, t'ja dalim edhe t'i shporrim da. Mirënjohje thellë dhe për flamurnogën që nuk tërhoq edhe qëndroj krah. Shumë faleminderit. Ju përgjigjem pyetjeve. Spari, ju falenderoj shumë për ndërhyrjet. Doktor Besniku, nofta në qoftë se ka një sektor që ka psuar tjetërsimin më të pabesueshëm, për fat keq është ai sektor që ne e duam kaq shumë dhe jemi kaq shumë të përkushtuar për kohën që kemi punu unë, kurse ti e ke më gjatë. Sektori ynë sot është sektori më i shpartalluar. Sektori kur ndonjëherë nuk ka qenë i tillë në këtë situatë. Mjekët largohen masivisht, e thatë shumë drejt, sepse nuk paguhen. Nuk paguhen. Në një kohë kur çdo rrogë, çdo pension, çdo ndihmë ekonomike, në qoftë se ndiqeshin ritmet që ne lam, sot duhet ishin të trefishuara. Sot duhet ishin të trefishuara. Pa asnjë vështirësi. Nuk po them më shumë, se me rritjen e taksave mund të ishin dhe më shumë. Pra, këtu u vendos një sistem dhe ju kujtohet se do bëj reformën shkatrimtar. Për fatin më të keq, në mënyrë absolute, 80% e ilaçeve që merri janë jashtë standardeve. Po ja u them me siguri këtë. Sepse janë zëvendësuar me ilaçet e Tom Doshit dhe asaj Vilmanushit. Sepse pjesa tjetër vinë me çanta, mirën magazinat. Ne kishim një rregull, doktor, të kujtohet. Asnjë ilaç nuk shitej në Shqipëri që të mos kishte certifikatën e 2 enteve më serioze në botë, endit europian të ilaçeve, në qoftë se tregtohej në Europë dhe endit amerikan të ilaçeve në qoftë se tregtohej në Shtetet Bashkuara. Jo vetëm kaq, por ilaçi duhet të shitej në 2 shtete europiane, Bashkimit Evropian që të futej në Shqipëri. Pra, ky sistem në vend se të shkonte drejt konsolidimit, ky sistem shkoi dhe u pushtuar nga mafia. Mafia shumë e rrezikshme. Ja u them unë ju. Kur shofu ndonjëherë mjek në për ekrane që nuk mbajnë anën tuaj, po mbajnë anën e kësaj qeverie mafioze, të turpshme, e kësaj qeverie që vjedh ilaçe të smurve, e faktuar kjo. Mendoj se çfarë transformimi kanë pësuar këta njerëz që duhet të jenë më fisnikët. Duhet të jenë më fisnikët për profesionin. Ndaj dhe rritja e rrogave të mjekëve do të jetë një përparësi absolute
Nuk mbahen mjek me vendime që do punosh 3 vjetë se studiove këtu dhe pastaj mund t'i kish. Jo, do të paguajmë, do paguesh që të ndërtosh jetën, do paguesh që të jetosh si mjek dhe të shërbesh qytetarëve. Kjo është dhe ju bët thirrjen tuaj. Ju falenderoj. Asgjë me jetike nuk ka. Se sa kjo betejë. Lidhur me qëndrimin ton, strategjin ton për qytetarët me aftësi ndryshe, trajtimin e tyre, ka mbetur aty ku e sollën. Asë një përmirësim, përkundrazi, për keqësimet më të mëdha. Është aq larg standardeve që duhet të jetë, sa njerëzit nuk mund ta imagjinojnë. Ky sektor kërkon një transformim rrëjësor. Kërkon një transformim rrëjësor më së pari, që secili nga këta qytetarë të ndjej vlerën e jetës tij, të jetë i aftë, të aftësohet për të përballuar ato që mund të përballojnë sipas aftësive. Por do jetë një detyrim tjetër. Do të jetë një detyrim për të bërë këtë shoqëri më humane, më njerëzore. Dhe kjo është shumë e domosdoshme. Ndaj dhe ju jap fjalën se do ketë reformim të thellë të atij sektori. Përsëri mbetemi tek data 10. Data 10 është një provë e madhe për ne. Jam shumë i bindur se do të jetë protesta më e fuqishme që ka njohur Tirana dhe Shqipëria. Mirëmbrëma gjithëve, mirëmbrëma doktor Sali Berisha.